Ditët e fundit nuk kanë qenë as pak të lehta për Selin Bollatin, e cila ka treguar në rrjetet sociale se po përballet me simptoma gripale që e kanë detyruar të marrë edhe serume. Pasi një ndjekës e pyeti se ku kishte humbur, Selin vazhdoi të tregonte arsyeën e mungesës së saj duke renditur simptomat me të cilat po përballet. Bukuria sot ka vuajtur, aha, mallkuar qoftë ky grip, 38.5 temperaturë, serum në mas, fyti bajamet cop, koka sikur kam një bandë të tërë brenda, shkruan ajo. Megjithse nuk ndihet mirë, Selin nuk e ka humbur humorin duke shtuar, por ka edhe më keq, kështu që mirë me kaq. Ajo ka lënë të kuptohet se pavarësisht gjendjes po përpiqet të vazhdojë angazhimet e saj duke marrë situatën me sportivitet dhe pozitivitet. Postimi ka shqetësuar ndjekësit e saj, ndërsa Selin duket se për momentin është fokusuar te rikuperimi dhe rikthimi sa më shpejt në rutinën e saj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.